Se gjithë angazhimi im politik në jetë ishte Kosova. Unë çdo gjë e kisha të lidhur me Kosovën. E do Kosovën. Po sigurisht pjesë e Kosovës. Unë u rrita në një familje. Malësia e Gjakovës. Po, unë u rrita në një familje e cila nuk them se mban të zi, por në qoftë se e shpreh në mënyrë figurative, një familje që çdo natë po thuaj vajton te Kosovën. E vajton te Kosovën. Në humbjen e saj, ndarjen nga Kosova, sepse e gjithë botë e tyre ishte Kosova. Ata mund të kishin ardhur atje të tyre burra tani 70 vjeç, 80 vjeç, mund të kishin ardhur 5-6-10 herë në Shkodër, Tiranë, pa ta shkonin çdo javë në Gjakovë, në Penjë, për ishte vendi i tyre, Gjakova ishte kryeqyteti i tyre. Kështu që ata nuk kishin luftuar. Xhaxha im 40 vite. 40 vite. Nga 900 gjerë 945. Luft as me çet, me fjalë. Ata kishin sakrifikuar shumë dhe tani ata ishin luftar të mundur. Domthonjë sepse kishin humbur betejat. Ai nuk ndjente krenari për luftrat që për çfarë kishte bërë, sepse kishte humbur Kosovën. Dhe humbja e Kosovës për te ishte humbja e botës. E luftës. E botës, ishte bota e tij, Kosova ishte bota e tyre. Kështu që ata çdo natë mblidheshin, këndonin për Kosovën, diskutonin për Kosovën, qanë halle për Kosovën dhe një ideshprim të thellë që se marrim akur. Nuk e marrim akur. Unë isha rritur me këtë dhe për dalë. Dhe them tani që pjesëmarrja ime këtu në këtë forcë politike është interes jetik për Kosovën. Unë kisha shkruar që demokracia në Shqipëri është një rëndësie jetike për Kosovën. Nesër mëngjes ndrova mendimin, them. Pse më thon ata? Kjo i them. Për këto dy arsye. Mirë thon. Edhe u ktheva në shkolla, u bashkova me ta, ku pastaj vazhdoi. The rest is history. Pjesa e mbetur është histori.